Komuna e Çajirit nuk e njeh investitorin e ndërtimit pa leje në Qarshi të Shkupit. Kreu i kësaj komune Izet Mexhiti thot se emrin e investitorit e ka Inspektorati i Ndërtimit, ndërsa ai është paralajmëruar më herët, por nuk ka dëgjuar dhe punimet kanë vazhduar. Pas konstatimit të gjendjes faktike, objekti do të rikthehet në gjendjen e mëparshme. Po, është konstatuar që është jashtëligjshëm, domethënë është paralajmëruar, nuk kanë dëgjuar. Tash ka vendim pra nga Inspektorati për Ndërtim në Çajër, që do konfirmohet edhe nga Inspektorati Shtetëror për ta kthyer gjendjen e mëparshme, përndryshe ballafaqohet me ligj. Kush është investitor? Nuk di tash emrin, është mendoj të Inspektorati ka dhënë. Nuk ka informacione se nga kur datojnë punimet. Objekti i banimit rezulton në njësinë kadastrale të komunës Qendër. Ka 4 pronar dhe rezultojnë të njëjtës familje. 2 katet e mësipërme janë ndërtuar në periudhën kur komuna e Çajirit po punon për shpalljen e moratoriumit për ndërtime, veprim që sipas tyre pritet të sillet së shpejti. Ditë më parë BDI akuzoi Mexhitin se Çajirin e ka shndërruar në xhungël urbanistike. Sipas tyre, përveç që nuk u shpall moratoriumi, nuk u bë as masterplani, premtimi kryesor i Mexhitit në fushatën zgjedhore. Mexhiti thotë se masterplani nuk është i afatizuar, por është strategji për të cilën punohet me vizion. Para masterplani domethënë nuk është i afatizuar domethënë me muaj. Masterplani është një vizion domethënë për projekte strategjike për Çajirin, për cilët po punohet intensivisht. Pra kemi pas disa takime edhe me qytetin e Shkupit, se kryesisht pra rrugë janë qytetit të Shkupit në kompetenca. Veprimet e komunës së Çajirit ndaj ndërtuesit në Qarshi erdhën vetëm pasi rasti u denoncua publikisht në media.